Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur me ndonë me ju një recetë natyrale. Kam vendosur ta ndaj me ju recetën si ju ta përgatitni në shtëpi. Kjo recetë kryesisht është për juve motra që keni probleme me gjandrën tiroide dhe përbehet nga vetëm 3 përbërës natyral dhe është shumë efektive. Krejt që ju nevojiten prej përbërësve janë: i merrni 100 gram fara të susomit bardha, ju ashtu që janë pra pjekura për të bardha. Edhe i merrni 100 gram me arra, të dyjat këto i bluni në blender, sepse kur të bluhen këto lëshojnë ato vitaminat që janë të pasura ma shumë pra. Arrat të gjithë dina që janë omega 3, kanë pra shumë rëndësi për trurin tonë edhe janë shumë të shëndetshme po ashtu për zemrën tonë. Farat e susomit janë të pasura me kalcium edhe me vitamin B12, kështu që dyjat të shëndetshme. Mandej e merrni 200 gram me mjolt, çfarë të keni në shtëpi. Pasi që i keni blu pra farat e susomit edhe arrat të dyjat së bashku, e merrni një kavanoz të qelçit. Aty i qitni të dyjat, mbas i keni blu, edhe i merrni 200 gram me mjolt edhe i hedhni mbi këtu. I përzini me një lugë të drunit në kavanoz, të gjithë 3 përbërësit së bashku, i përzini mirë, edhe konsumimin e kësaj recete që të përgatitni e bëni kështu. Çdo mëngjes në barkun bosh kur zgjoheni, pa pi kafe, pa konsumu mëngjesin, pra e konsumoni nga një lugë të gjellës nga kjo përgatitje. Mandej kavanozin e lëni në frigorifer. Susomi është shumë i mirë edhe ka më ndihmu shumë, po ashtu për juve motra e vllazën që keni probleme me dhimbje të eshtrave, është shumë i mirë pra sepse përmban kalcium edhe vitamin B12, po që është tepër e shëndetshme kjo recetë dhe ja vlen ta provoni të gjitha motrat që keni këto probleme pra me gjandrën tiroide. Pa marrë parasysh e keni tultat lartë, kjo vlen për të dyjat, pra edhe ja rregullon hormonet pra që të binë nivel të duhur. Nëse provoni bindeni vetë, pra e përdorni pa ndërprer derisa të normalizohen hormonet që s'keni nevojë më pra. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit. Ju them miru pafshim.